Ministri i Financave Shkëlqim Cani zhvilloi të premten në Korç takime pune me përfaqësues të komunitetit të biznesit. Cani bëri të ditur angazhimin e Ministrisë Financave për të hartuar brenda korikut 2016 paketën e re fiskale që shoqëron buxhetin e vitit 2017. Ne synojmë që pasi të kemi miratuar paketën e vitit 2017, gjatë verës të ketë mbaruar gjithë paketat dhe aktet nënligjore. Ai shpjegoi se nuk bëhet fjalë për rritje taksash. Cani u tha përfaqësuesve të biznesit se propozimet e tyre duhet të marrin në konsideratë ndryshimet që mund të sjellin efekte në buxhet. Në vijim të fjalës së tij, Cani u ndal edhe tek çështja e informalitetit. Ndërkohë, Cani sqaroi edhe çështje që kishin të bënin me investimet. Kemi hequr më njëherë në buxhet një fond që ndahet në dy zëra. E para për të subvencionuar, pra për të ulur normat e interesit kredive që do të merren për bujqësinë dhe agropërpunimin në 0 deri 2%, meqense bujqësia kreditohet me vështirësi nga sistemi bankar. Dhe ne shpresojmë që kjo kredi të shumëfishohet me ndihmën e qeverisë të Cani. Kuptohet që qeveria duhet të gjejë balancën midis të dyjave. Edhe të plotësojë kërkesa biznesi, por edhe të plotësojë kërkesa buxheti, që përsëri shkojnë për qytetarin. Kështu që në këtë kuptim, kjo është detyra e qeverisë. Dhe ne jemi munduar të marrim parasysh. Zoti Ministër, vitin e kaluar është hapur një grop jo vogël financiare nga organat drejtative. Çfarë masash mbrojtëse më saktë, çfarë masash keni marrë ju për të mos u hasur në një grop të tillë në vitin 2016? Shiko, në pjesën thelbësore, më të madhe, goditja që morën të ardhurat në Shqipëri vijnë nga tregje ndërkombëtare dhe nga ekonomia ndërkombëtare, përpasoj dhe nga ekonomia shqiptare. Janë një mori shkaqesh të cilat janë trajtuar gjërësisht nga Ministria e Financave që kanë ndikuar në të ardhur. Nëse ulet çmimi i naftës në tregun botror, nga një anë ka përfitime e ekonomia për arsye se importohet me çmime më të ulta, por nga ana tjetër ekonomia goditet, përpasoj goditet dhe buxheti për arsye se realizohen më pak të ardhurat.